Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonçia tha se Konispoli po hyn në fazë të re zhvillimi, e cila do ta zhvillojë atë në një pol turistik dhe kulturor. Programi operacional 2026-2029 që do të zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të ketë një investim prej 500 milion lekësh për projektin ndërhyrje të integruara për zhvillimin e ofertës turistike, kulturore dhe agroturistike rajoni 4. Ky projekt do të zhvillohet në bashkëpunimin e koordinuar të institucioneve ndërmjet Mix dhe Bashkisë së Konispolit, Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Ndërhyrja përfshin krijimin e një kompleksi muzeal dhe zhvillimin e ofertës agroturistike në Konispol. Ky investim synon jo vetëm ruajtjen e trashëgimisë, por edhe transformimin e saj në një motor zhvillimi ekonomik dhe social për zonën, duke e kthyer Konispoli në një destinacion të rëndësishëm historik dhe komunitar. Vitin e kaluar, me vendim të Këshillit të Ministrave, Konispoli u shpall ansambël arkitektonik urban me vlera të veçanta historike dhe kulturore.